Ajo që po bën produksioni tani nuk është më as regji, as menaxhim formati, as ndërtim historie. Është manipulim i pastër, i ftohtë dhe i llogaritur që po e shkatëron çdo grim autenticiteti që ky program ka pretenduar se ka pasur ndonjëherë. Kthimi i Albës në limit është trajtuar në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, jo si një moment i rëndësishëm njerëzor, por si karem dramatik. Një bombë për audiencë, një levë për të trazuar ujërat. Dhe kjo e bën produksionin bashkëfajtor në një lojë emocionale të ulët, ku ndjenjat nuk respektohen, por përdoren. Gjithçka është bërë si telenovel turke e dorës së tretë, heshtje të qëllimshme. Skena të prera sipas interesit, tensioni fryrë artificialisht dhe kthesa që nuk kanë asnjë logjik njerëzore. Nuk po ndjekim më realitet, por një histori të sajuar keq, ku produksioni sillet sikur publiku është budalla dhe nuk kupton çfarë po ndodh, dhe më e rënda, kjo lojë po bëhet në kurriz të Albës. Ajo nuk po trajtohet si njeri, por si objekt narrativ. Si një figurë që nxirret dhe futet sipas nevojës për zhurmë. Kjo nuk është dramë televizive, kjo është shfrytëzim emocional. Muhameti, nga ana tjetër, po shtyhet në një terren të pistë loje. Sot, në këtë fazë, ai nuk duhet të detyrohet të luajë role të dyshimta, as të vendoset përballë situatave që duken të ndërtuara enkas për ta bërë të duket kontradiktor. Kjo nuk është provë karakteri, kjo është kurth. Dhe kur produksioni vendos kurthe, ka humbur çdo justifikim profesional, pastaj vjen dolce. Një emër, një kthes, një kapitull i ri, jo sepse ndjenjat e kërkojnë, por sepse skenari i produksionit ka nevojë për një drejtim tjetër. Sot dolce, nesër Alba, pas nesër dikush tjetër. Emocionet hidhen si letra bixhozi. Dhe shikuesi mbetet i hutuar, i lodhur, i irrituar. Personalisht, sot po çmendem nga kjo lojë. Jo sepse ka dramë, por sepse nuk ka sinqeritet. Sot na shesin dolce, nesër na erëzojnë. Sot na thonë një gjë, nesër e mohojnë pa asnjë sqarim. Nuk ka më vi, nuk ka më drejtim. Ka vetëm manipulim. Produksioni po e vret formatin nga brenda. Po e shndërron në një cirk emocionesh të rreme, ku çdo gjë është e programuar, çdo reagim i shtyrë dhe çdo rastësi e planifikuar. Kjo nuk është më argëtim. Kjo është lodhje mendore për publikun, më e keqja është se publiku po e ndjen. Dhe kur publiku fillon të thotë nuk po më pëlqen më, kjo nuk vjen nga mërzia, por nga zhgënjimi. Nga ndjesia se po të marrin për budalla. Se po luajnë me ndjenjat e tua ashtu si luajnë me ndjenjat e atyre brenda. Nëse produksioni vazhdon kështu, ky format nuk do të mbahet mend për histori dashurie apo momente të forta, por për faktin se e shkatërroi veten duke dashur të nxjerrë sa më shumë dramë me çdo kusht. Dhe kur drama bëhet më e rëndësishme se njeriu, atëherë ke humbur gjithçka. Kjo nuk është më lojë e keqe. Kjo është strategji e dështuar që po i largon njerëzit emocionalisht, jo po i afron.